Ndërsa opozita ka lajmëruar protest për gratë në datën 8 mars, kryeparlamentarja shpall javën e gruas. Gjatë këtyre ditëve, Topalli do të presë në kuvent gratë fushave të ndryshme që kanë dhënë një kontribut të caktuar në jetën shoqërore. Por më vjen mirë që ky takim koincidon në një moment të veçantë, që është 100 vjetori i betejës, i luftës për të drejtat e grave. Dhe si Kuvend i Shqipërisë ne kemi menduar që të organizojmë javën e gruas, që natyrisht data 8 mars do jetë një ditë edhe më e veçantë, por e kemi menduar që të organizojmë në disa takime dhe këtë javë e kemi filluar me sportistët më të mira. Ndaj dhe kemi menduar që kjo ditë jetë një homazh për të gjitha ato që arritën për të patur rezultate të jashtëzakonshme. Takimi i parë u zhvillua me femrat sportiste më të suksesshme në vite dhe përfaqësuese të brezave të ndryshme të kampionëve.